Nëse dikujna i vjen vdekja shpejt, për shkak një smundje stran, i vjen vdekja shumë shpejt, ose për shkak të aksidentit, ose Allah na lehtësoft krejtë, na nimoftë të thanve, i vjen shpejt vdekja, a është kjo argument që ky njeri u ka njeri mirë, u ka musliman i mirë? Në anën tjetër, nëse dikujna i çon Allahu azza wa jall sprova, edhe i çon smundje, i çon dergja, edhe zgjatet smundja tina, e tani i vjen vdekja, a do me thonë kjo që ky njeri u ka njeri keq, Allah na rujt? Cila është më e mirë? A din çysh është kjo musliman? Kjo është sikur një jetën e përditshme. Cili musliman është më i mirë? Ai që është i shnosh, apo ai që është i smut? A mundesh me thonë që ai që është i shnosh është musliman më i mirë se sa ai që është i smut? Ose ai që është i smut është musliman më i mirë se sa ai që është i shnosh? A mundesh me thonë? S'mundesh me thonë. Këtë çka mundesh me thonë që sprovat ja çon Allahu azza wa jall besimtarve. Kjo është hak, ama nuk mundesh me marr argument që me thonë këtina i ka ardhur vdekja, o ish ka njeri mirë, i ardhur vdekja shpejt. Ose Allah na rujt, u kanë shumë njeri keq që çka po hjek. Asnjëna nuk janë argument. Këtu janë të popullet, njerëzit thonë kështu. Ndodh që dikojna i vjen vdekja shpejt, edhe është rahmet pe Allahu ta azza wa jall. A ndodh kjo? Ndodh kjo. E njëjta, ndodh që dikujna i vjen vdekja shpejt, por me marr Allahu azza wa jall duke kanë ky gafel, duke kanë ky pa kujdesshëm. Domethënë, vdekja shpejt ndodh që është rahmet, mirë po ndodh që është për me marr Allahu azza wa jall duke kanë ky pa kujdesshëm. Allah na rujt. Po edhe smundja e cila i ka arë muslimanit, edhe ka hjek shumë muslimani për kësa smundjes, derisa i ka arë vdekja. Edhe kjo, ka mundësi që me kanë sprovë prej Allahut azza wa jall, edhe robi ban sabër në ta, edhe shpërblen Allahu azza wa jall shumë, o ka mundësi që smundja i vjen, e Allah na rujt, robi nuk mund me ba sabër, edhe flet, edhe shfaq pak nasin e tina, Allah na rujt, me Allahun azza wa jall, mund me kanë kjo bela për ta. Domethënë, asnjëna nuk mujna mi marr argument. Wallahu alam. Wallahu alam. E fundit çka mujna me thon atë rregullorën e përgjithshme që ka thënë Rasuli alayhi salam, çudi është çështja e besimtarit. Krejt është hajër. Nëse i vjen e mirë, e falendron Allahun azza wa jall, është hajër për ta. Nëse i vjen e keqe, pa sabër ta, është hajër për ta. Edhe kjo, nëse dikujna u ka musliman i mirë, edhe i ka ardhur vdekja e shpejt, ja ka lehtësu Allahu azza wa jall, elhamdulillahi rabbil alamin. Ka ndodh, hajr. Mi po nëse dikon e ka sprovu Allahu azza wa jall, ka ndodh, hajr. Allah na nimov gjithmonë e na bëh prej banorëve të xhenetit. Allah na bëh prej atyre që e ruajmë gjuhën tonë, nuk folëm keq për njerëzit korr.